Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakojmë sërish së bashku ditën e sotme, për të sjellur pranë jush një ngjarje jo të këndshme, një diskutim, një debat që ka ndodhur brenda në shtëpi, duke përdorur edhe pika fetarizmi. Laert Vasili dhe Gjesti kanë patur një përballje shumë të ashpër mes njëri tjetrit, nga ana e Laertit duke u bërë akuza të mëdha ndaj fesë islame dhe konkretisht ndaj besimtarëve islam. Gjesti gjatë diskutimit me Laertin ditën e sotme, në fakt një diskutim që ka nisur që natën e mbrëmshme, përfshin edhe termet fetare, edhe pse Ledion Liço tërhoqi vëmendjen gjatë prajmit të mbrëmshëm që nuk duhet të përmendni terme fetare, nuk duhet të përmendni halla, teze apo daja, thjesht veproni dhe luani në lojën tuaj. Laert Vasili, pasi që Gjesti përmendi fjalën Allahu Ekber në besimin e tij, në besimin musliman që të gjithë muslimanët e përdorin fjalën Allahu Ekber në çdo gjë, Laert Vasili i kthehet Gjestit me një lloj urrejtje të madhe, duke i thënë që a e din kush e përdorën fjalën Allahu Ekber, ato që presin koka. Tani kjo është një ofendim i madh kundërdrejt besimit islam, kundërdrejt njerëzve musliman, besimtarëve musliman, për faktin se e para një herë muslimanët nuk presin koka, i dashur Laert, se edhe unë që jam besimtar musliman jam i prekur me këtë fjalën. Dhe e dyta, muslimanët janë një popull i dashur, një popull falës, një popull bamirës, një popull që gjithmonë ka ditur të bëj edhe pse të gjithë të tjerët e kanë rryer. E para. E dyta, ti thuash një djalit pse përdorën ti atë fjalën, i cili është i besimit islam, kjo është e gabueshme. Edhe mbrëm ishte kjo si temë diskutuar, edhe vazhdon tjetë. Nëse ti ke urrejtje personale me atë djalin, edhe shikon veten tënde të rrezikuar në finale, nuk është e bukur që të thuash Allahu Ekber janë ato njerëz që presin koka. Ti e quan veten si, si personazh i shuar, ti e quan veten si njëri i lexuar, ti e quan veten si njëri intelektual, dhe njeriu intelektual nuk mund të bën gabim në mënyrën se si duhet të interpreton gjën. Ti në qoftë se nuk e përballoni natin tënd, krizën tënde emocionale, urrejtjen tënde që ke për banorët e tjerë dhe që përballë vetes tënde mund të kesh krijuar një personazh shumë të shuar dhe ky personazh shumë i shuar e quan ofendim të luan në lojën me Big Brother me Gjesti, një djalë 24 vjeç, ti duhet të kuptosh që ke hyrë në Big Brother dhe në Big Brother do ballafaqohesh edhe me 24 vjeçarin, edhe me 18 vjeçarin dhe me 80 vjeçarin. Big Brother është për të gjithë. Edhe pse Ledioni mbrëm mua bëri me dije që çështjet fetare janë shumë delikate, janë shumë të ndjeshme, sepse preken edhe ofendohen njerëz, lëndohen njerëz, siç në këtë rast kishte reaguar dhe Hoxha Ahmet Kalaja, i cili me të drejtë kërkon që të merren masa nga produksioni për Laertin, i cili përdorën një gjuhë katastrofike brenda këtij formati, duke akuzuar fjalën Allahu Ekber se përdoret nga ato që presin koka. Kjo është tmerrësisht e gabueshme. Besimtarët musliman, besimtarët të fesë islame janë njerëz të devotshëm, janë njerëz të mrekullueshëm, kanë treguar në historinë e tyre zemërgjersinë, kanë treguar në historinë e tyre respektin ndaj të gjithë feve të tjera dhe sidomos Shqipëria e ka patur gjithmonë jetesën në një mënyrë, në një grupacion të përbashkët pa paragjykime, dhe unë nuk dua në Big Brother, nuk dua në një kompeticion, në një reality show kaq të madh dhe kaq të shikuar, të ofendohen muslimanët, të ofendohen ortodoksët, të ofendohen katolikët. Në fund të ditës, ne jemi njerëz të gjithë. Ne duhet të bëjmë rritet tona dhe lutjet tona në formën se si ne e kemi nga Allahu jon, nga Zoti jon. Gjesti besoj që nuk ka kundërshtuar as Krishtlindjen në atë shtëpi, nuk ka kundërshtuar as një lloj feste të ortodoksëve dhe katolikëve, të banorëve të cilët gëzojnë këto fe në veten e tyre në atë shtëpi, dhe nuk është e bukur që Laerti apo qoftë dikush tjetër të bëj këtë lloj urrejtje dhe të përdor këtë lloj urrejtje, se në fund të ditës asnjë nga ato banor nuk uruan Ramazanin, uruan vetëm ditën të madhe të Nevruzit, e cila ishte
Ola Bektashiane. Do me thënë, unë mendoj që duhet pak respekt, unë mendoj që duhet pak ndershmëri, sidomos në pjesën e feve, nëse Laerti ka një lloj urrejtje me fen islame, nëse Laerti ka një lloj urrejtje me kulturën e tij në këtë drejtim është e gabueshme. Laerti është një personazh i njohur shumë në Shqipëri dhe natën e mbrëmshme tregoi një linjë të jetës shumë të suksesshme dhe njerëzit të cilët tregojnë një linjë të jetës shumë të suksesshme nuk munden ta përkufizojnë fjalën Allahu Ekber në këtë lloj mënyre. Allahu Ekber është një fjalë shumë e shenjtë në fenë islame dhe vetëm besimtarët islame dinë dhe e kuptojnë se çfarë vlere ka të thuash Allahu Ekber. Allahu Ekber përdoret edhe në momentin kur ti ulesh për t'u falur, Allahu Ekber përdoret në gjithë shka në fenë islame sepse është një ndër fjalët më të shenjta dhe është një ndër thirrjet më të vlera në fenë islame. Dhe besoj që për këtë gjë produksioni duhet merr masa që e para njëherë Laerti të kërkoj falje dhe nuk mundet Laerti një djalit 24 vjeç t'i kthehet me këtë tonalitetin, t'i kthehet me këtë urrejtjen, pse ka thënë fjalën Allahu Ekber, sepse të paktën gjesti nuk e ka ofenduar dhe nuk e ka denigruar kur Laerti në fenë e vet, por asnjë banorin tjetër. Po përdoret shumë feja në Big Brother që është turp të përdoret. Ne gjithmonë kemi dhënë një lloj mësimi që kisha e xhamia janë bashkë sepse janë shtëpitë e Zotit dhe ne secili duhet të respektojmë mënyrën se si lutemi dhe besimin tonë. Ne duhet jetojmë në harmoni me këto gjëra. Jo personazhe të cilët e quajnë veten VIP të krijojnë konflikte, të krijojnë urrejtje dhe të krijojnë gjëra jo normale në këtë formë. Tashi Laerti duhet pak tjeti vetëdijshëm për fjalët që i thot dhe pastaj thot që mua më provokuan. Nëse ti Laerti dashur nuk arrin dot të përballosh provokimin në Big Brother dhe ndikohesh nga frika se mos Egli do dalë finaliste, nuk ka çfarë të duhet çmimi kur ti e ul dhe denigron veten tënde deri në zero në këtë drejtim. Dhe kjo është shumë e ulët, mendoj unë, dhe Laerti për këtë gjë duhet kërkon falje, sepse Laerti ka treguar një zgjuarësi të mrekullueshme, Laerti ka treguar një njeri fantastik, Laerti ka treguar një djalë që ka lexuar dhe ka shikuar botën dhe një djalë që ka kaluar botën, një djalë që kishte atë linjë të jetës, të bën gabime të këtilla duke e përkufizuar në fakt dhe njëllosur fenë islame në këtë formë, kjo është gabimi më i madh që mund të ndodhen dhe besoj që produksioni nuk duhet të toleron një gjë të këtillë, ashtu siç ka reaguar Hoxha Ahmet Kalaja, ashtu do të reagojnë të gjithë hoxhallarët e tjerë, sepse edhe fetë e tjera nëse do të ishin ofenduar në këtë formë, do të kishin reaguar priftërit e do të kishte reaguar gjithkusht tjetër. Unë mendoj që banorët duhet të respektojnë nivelin e lojës në të cilët janë, duhet respektojnë lojën që ndodhen aty brenda, duhet respektojnë atë që ato po krijojnë aty brenda dhe jo të merren me se çfarë janë ata, se fëmijët të kujt janë ata, se nga çfarë familje vinë, se kë kanë nën, kë kanë baba, çka kanë bojash, ç'a fe e kanë. Nëse kjo vazhdon të ndodhen Big Brother, atëherë Big Brother ulën komplet dinjitetin e tij dhe moralin e tij si një reality show. Big Brother është një reality show për të treguar vlerat personale, jo për të folur për individuale. Shumë bukur e tha Lori Mbrëm dhe unë qëndroj me fjalën e Lorit. Banorët nuk kanë hyrë të përfaqësojnë fe, shtete, komunitete, qytete. Banorët kanë hyrë të përfaqësojnë veten e tyre. Dhe në këtë rast kur përfaqësojnë veten e tyre, ato duhet tregojnë kulturë dhe ndjeshmëri qoftë edhe ndaj fesë islame, por edhe ndaj fesë ortodokse dhe katolike. Ne nuk mundemi të japim një lloj kulture të këtillë në fe dhe nuk duhet fare të përmendet feja në shtëpinë e Big Brotherit. Pse përmendin fen? Ato aty nuk kanë ardhur të ndajnë fe, ato kanë ardhur të bëjnë lojën, kanë ardhur të krijojnë njeriu. Ndoshta dhe gjesti në këtë rast e ka provokuar shumë para se të vijë kjo fjala, por unë mendoj që produksioni duhet merr masa dhe duhet i çon gjëra deri në fund dhe duhet të paktën banorët të cilët përdorin fjalë të këtilla të kërkojnë falje. Se e para një herë vetë opinionisti i Big Brotherit, Arber Hajdari është musliman dhe jam shumë i bindur që është prekur me këtë fjalën dhe do ta gjykon të shtunën në Prime. Dhe sidomos nga një burr 51 vjeç nga Laerti është tolerisht e pa diskutueshme që të përdoren fjalë të këtilla. Do të thonë kjo ngjarja ka ngritur polemika jashtë shtëpisë së Big Brotherit dhe ka shumë njerëz të cilët janë prekur nga reagimi i Laerti që ka bërë në zënkën me gjestin. Siç duket Laerti më tash nuk mundet të përballojë izolimin, por mendoj që banorët, jo vetëm Laerti, por të gjithë banorët duhet të kontrollojnë mënyrën se çfarë flasin dhe si sillen, sepse në fund të ditës ato njollosin vetëm imazhin e tyre dhe asnjë gjë tjetër. Në këtë rast Big Brotheri është një lojë nervash, është shumë e vërtet. Big Brotheri është një sfidë me vete.
por jo një sfidë me nacionalitetin, jo një sfidë me fen, jo një sfidë me kombin, jo një sfidë me të tjerët. Ky është mendimi im.